jam shoku. Po të kishte qenë Olta Gixhari mashkull, ish bo skandoli më i madh në emisionin e kalum, po i mungon Bigut në Prime me analiza. Shiko, të ne për fatin e keq, as në Begas, as kënd tjetër, vlera është antivlerë. Domthon, të ne frigën më të madhe që e kanë njerëzit e emisioneve të ndryshme, qoftë në politikë atje, është truni i njeriut. Këtu nuk shikohet e mira e një emisionit. Për shembull, nesër mund të startoj një emision, edhe mund të ftoj në emisionin tim njerëz cilët në mënyrë absolute nuk i du jetën private. Po ai është vlerë për emisionin tim edhe për publikun. Kështu që në rastin konkret ka qenë përzgjedhja e produksionit, edhe pse unë jam habit edhe jam shoku. Problemi jam më i madh ishte me Olta Gixharin se ishte femën. Edhe para se me fillu emisionit ta thash një diçka që ne jemi eduku që njeriu ligësinë më të madhe e ban në jetë me tregu trimni me fëmijë edhe me femra. Po të kishte qenë Olta Gixhari mashkull, ish bo skandoli më i madh në emisionin e kalum brenda për brenda Bigut. Sepse aja imagjinohet më ka kërcnu në prezencën e produksionit, më ka thonë që unë ta ndaloj Morinën, që Morinën mos ma ka ndalu Serbia, jo Olta Gixhari. Por edhe kam dosht me lëshu Bigun, me lutjet e tyne, të lutem, Milaem, të lutem, kam qëndru në Big, po unë s'kam komuniku kur, nuk kam full me Olta Gixharin, ti ke qenë pjesë e Bigut, ti e di që s'kam ardhur kur në dhomë lartë, kam nej me stafin teknik, e tjera. Por, kjo është përzgjedhja tyne.